mua si qytetare më shqetëson shumë gjua dhe skenat të dhunshme në Parlamentin e Shqipërisë. Ndihem shumë e turpruar si shqiptare kur kjo ndodh. Patjetër ka një forcë dhe një kontraforcë, ka një reakcion, po janë përgjegjës të gjithë aty. Pra fjala në vetvete është në fakt pasqyrë e aksioneve dhe realitetit shoqëror që ne jetojmë. Luftat bëhen me shpata dhe me fjalë të ashpra, apo luftat bëhen me dije dhe me pend dhe me argument? Demokracia nuk është një drejtë natyrale, që do thotë diçka që është fituar. Çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond duhet të punojmë për demokracinë, për të rritur standardet, me të drejtë për të hijeshuar diskutimin publik, por si? Duke garantuar që Shqipëria, sovrani, pronari vërtet i këtij vendi që është votuesi shqiptar, të jetë i respektuar dhe jo i mëkëmbur siç ndodh. Unë jam me Nelson Mandelën, i cili edhe pse jetoi 27 vite në burg, kur doli nga dera e atij burgu, dera e lirisë, tha që nëse nuk do ta kisha lënë pas urrëtitjen, revoltën, hidhsin që kisha ndier për 27 vite aty ku më pengua drita dhe liria, nuk do kisha dalë nga ajo derë burgu. Kështu që zgjodha rrugën e faljes, paqes, ha? E ka bërë me shumë jeshi këtë, prandaj fitoi dhe çmimin Nobel ai. Dhe më fal, shiko, dhe më fal. Jo, se nuk e shkoj, jo, po do të shumë të i fut arsyetin. Shiko, po nuk jemi atje doja apartheid, që do thotë atje janë vrarë. Një sekond. Nuk jemi në Parlamentin e Shqipërisë, jemi në një studio ku një vajzë, e cila nuk është një nga parlamentarët e arshme, por që ka të drejtën e fjalës, instalon në diskursin publik shqiptar qasjen e një shqiptari të mirë, i cili luftën mund ta bëj me hijeshi dhe me argument. Dhe kjo është kauza ime si qytetare. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.